Bota i ka dhënë sot lamtumirën e fundit të Atit të Shenjtë Papa Franceskut. Në orën 10 procesioni i kardinalëve në Bazilikën e Shën Pjetrit shënoi fillimin e ceremonisë mortore. Arkivoli kreu të Kishës Katolike u mbajt mbi supe nga sedjarët, duke dalë nga Bazilika e Shën Pjetrit. Dhjetë mbretër dhe mbretëresha, 50 kryeështetesh, 23 kryeministra, delegacione nga 160 vende, rreth 4.000 meshtar dhe mbi 200.000 besimtar nga gjithë bota ishin të pranishëm në ceremoni. Nga Shqipëria në ceremoni ishte i pranishëm presidenti Bajram Begaj me bashkëshorten, ministri i jashtëm Migli Hasani, ministri Adea Pirdeni si dhe ambasadorja e Shqipërisë në Vatikan Majlinda Frangaj. Po ashtu morën pjesë edhe krerët fetar në Shqipëri, kreu i Kishës Katolike Arjan Dodaj, kreu i komunitetit musliman Bujar Spahiu, kryegjyshi i Bektashinëve Haxhi Dede Edmond Brahimaj, kryepiskopi ortodoksve Joani, si dhe kardinali Ernest Roshani. Kardinali Giovanni Battista Re, dekani i Kolegjit të Kardinalëve, në predikimin e tij tha se Papa Francesku ishte një pap mes njerëzve, me zemër të hapur ndaj të gjithëve. I dashur Papa Francesku, tani ju kërkojmë të luteni për ne, bekojeni Romën dhe bekojeni të gjithë botën, siç bë të dielën e kaluar nga balkoni i kësaj bazilike, në një përqafim përfundimtar me të gjithë njerëzit e Zotit, tha në predikimin e tij kardinali Battista. Funerali i Papa Franceskut përfundoi pas 2 orësh e 10 minutash. Arkivoli i Atit të Shenjtë është transportuar përtej lumit Tiber në Bazilikën e Romës, Santa Maria Maggiore. Shërbesa përfundoi me kantikun e Virgjëreshës së bekuar. Papa Francesku do të pret në një arkivol të thjeshtë me kërkesë të tij. Ceremonia e varrimit është zhvilluar me dyert të mbyllura dhe është kryesuar nga kardinali Camerlenjo Kevin Farrell, i cili do drejtoj punët e përkohshme të kishës deri në zgjedhjen e pasuesit të papës. Në respekt të Papa Franceskut, qeveria ka shpallur datën 26 prill në Shqipëri, ditëzie kombëtare. Flamujt në të gjitha institucionet shtetërore janë ulur në gjysmështizë.